Fal, bab. Eja nalt. Pa fal, s'tu se s'ka lidhje. Eja nalt. Vështirë o bosat me konë prind. Kush është ajo qik? Besa, bab. Atë kalzoja. Nuk po të pjesë që shikoj emnin. Bab, ajo është vajza me të cilën... Djalë. Nuk zjellet qika huj në këtë mënyrë në shtëpi. A qaq pak më respekton një ka? Bab, unë e kam respekt ma shumë se që ti mendon. Nik, në familjen shqiptare ekziston një rend. Qika që zihet në shtëpit e tjetrit, automatikisht bëhet antare familjes së zotit të shtëpisë ku nxinet. Unë hala jam gjallë. Bab, unë e besën shpejt ka me pas nuse. Kështu që në rregull. Nuk është në rregull, Nik. Është dashur me më tregu shumë më herët. Nëse aq pak më besën mu ke mujt me i tregu nënës tënde, motrës tënde për te. O dashtë ato me pi një kafe me te. Nuk e kom bo me qëllim, po situata ke tillë. Nuk ka situatë e tillë ose ta tillë. Je ka flet për martesë. Nëse unë pyetem këtë shtëpi atër gjanat, s'kan më shkull si deri tash. E di, jem sjell keq, edhe sinqerisht kërkoj falje për punë trevolës. Nuk jam që me të pengu as ty as motrën tënde. Po jo me marrë vesh i fundit. Jo me arë qika huja me ju në borën shtëpisime e mos sjell qoshëve. Po s'kem tu sjell qoshëve, bab? A e sigurt se kjo është vajza që don me bëj jetën me te? Absolutisht po. Atëherë, merë qikën e qote shpia vetë. Thuj le të përgatit familjen. Brana 2 javë shkoje me se doj me babë të saj. Do të kërkoj qikën si duhet. Bab, nuk është edhe aq letë që shpebon ti. Ka po shkon? Nuk po më punohet, mo. Pa janë se këna më orën e punës. Të shefit kujta ishtë smut. Ani. A t'ju bengat një pëlsirë? Jo, mam, s'ka nevoj, se edhe ashtu kem t'u qu. Sot kjo ditë duhet të shënohet. Na erdhi reja në shtëpi, bujar. Lule, Niku na prezentoj besën sot. Ka ko për embëlsira. Hajde, Anit. Mirë dita, Nik. Nita, kjo është besa. Besa, vjen mirë që po takoj. Niku më ka folë disa herë për ty. Faleminderit, Anita, edhe më ka folë shumë herë për ty. Me siguri mira. Ulluni. Bab, neve na duhet më shku. I kemi edhe do plane tjera. Mirë, Nik. Ditën e mirë. Mirë pash. Faleminderit shumë zot. Anita, Ditën e mirë. Kujt? O, Ragib, apo më doket ati je? Vetë qaj. Shjemë Ragib, a e mirë? Pa i mirë me thonë. Qa paske, e ki rasët. Ku e be kujt, më ty s'të pa. Shka me ba, po duhet me punu, Ragib. Kujto, s'janë këto rejtë s'ka për tyje. Ragib, folë qëfar halli ki, se ti rastisht nuk takan. Kretë kjo po t'i nglonë si një histori e dëgjua. Po, besoj se shumë histori që i lexojmë janë të marra nga jeta jone përditshme. Mos doni të thoni që nëna juaj dhe historia e saj kishin mund të më marrë sikur një temë shumë interesante për ndonjë shkrimtar. Nuk e di, ndoshta.
Por e di se unë jam këtu sepse nëna ime më ka folë me aq shumë dashuri për këtë vend. E pse nuk ka ardhur edhe ajo? Ndoshta e kishte gjetur këtu personin cilin e ka dashur dhe e ka humbur, si shteni ju. Nuk e di. Por besoj se ka frikë mos po shgënjet për herë të dytë. Nuk e kam të qartë. Ju thatë më parë se ajo është e martuar me një Zvicran. Dhe si kuptoj, pse e ka mbajt lidhjen me zotëriun të cilin nuk e don? Sepse ky zotëriu e don shumë në nëndime. Kjo është të tmerrshme. Edhe pse ndoshta shumë nga ne rrim në lidhje pse na don pala tjetër. Edhe unë deri vonë nuk e kam ditur se ai nuk është babai im i vërtet. Derisa një ditë ai nuk i tha nënës, merde, pse e flisni një gjuhë që nuk e flet askush këtu në Zvicër. Siç po shihet, nëna juaj pas ka sakrifikuar shumë për ju. Alo? Po mirë. Dakor. Më erdhi shumë mirë që ishim së bashku dhe biseduam. Faleminderit. Shpresoj që do të takohemi një ditë tjetër dhe të bisedojmë më gjatë. Faleminderit, besoj. Po sonte hapet diskoteka këtu në hotel. Mund të vish, ta pim nga një pije. Nuk jam njeri fort i diskotekave, por për hatër tuaj do të mundohem që të vi sonte dhe të shipi. Faleminderit. Ditën e mirë, mirëpafshim. Nik, po m'vjen keq. Ato që kërkoj babajt, mu taku ma babën tam nuk moj me bo. Nuk moj me i dalë babës tam për balë dhe me bisedu ma për këtë. Kërë dush me avoti qysh? Po m'vjen shumë keq një. A kish bo kur fejohet dikush me shku nana? Në këtë rast nana jam më taku me babën tanë. Jo, beza nuk bon, se s'pas në një kur është. Ai po dënë më ardhë me të lyp. Kështu që shpëfu ty, besoj se ka qenë me regulore të mikut. Nik mos u kesh. Unë po mundona me bo një gjithë që mundohet gjithë knaqon. E di që baba jam nuk der më taku me bujare. Besha, për takim lokal as që bëhet fjallë. Ai po dënë më ardhë me të lyp si pas traditës. Nëse di çka pata ashtu se se ka marrë kur seriozisht këtë punën e lidhjeve. Unë sot erdha më taku për diçka tjetër, na dul kjo punë. Më bani munish shumë keq. Ai bëzamën në subo marak se që s'ka regulohet. Samir, djali e sollit të dashur në shtëpi. E shihni se është dikush që të paktën i trego gjërat. Anita, të lutem mos jep kuptim negativ krejt kësaj pune. Jo, unë nuk pjap kur farë kuptimit. Mua veç thjesht më shqetësoj fakti se reagimi juve dëve. S'ka asgjë të çuditshëm këtu. Bab, ti e din se mua më ka ndodhur një rast i vështirë në jetën time. Dhe kur u ktheva në shtëpi, nuk gjeta asgjë tjetër përpas një pritje të ftoftë. Anit, Niku e solli një vajzë në shtëpi. Çka ka të keqe këtë? Jo, mama, nuk e solli vajzën në shtëpi. Ajo ishte këtu. Bujar. Mam, ka të mundohesh që ardhen e besës këtu me kthy si mirësjelljet Nikut. Niku nuk e solli këtu. Po, Anit, edhe kjo duhet merret si shembull i mirë në familje. Ne asnjëherë nuk kemi dashur që të ndërhyjmë në atë se me kë doni të jeni. Ne vetëm kemi dashur që të na tregoni. Puni pash ata të cepi i shtëpisë. E ti nuk e pas asnjë arsye mi më shef ata prej meje. Pse? Anita, të lutem qetësohu. Nana jote ndoshta ka dasht me mbrojt Nikun.
Po se ka bo me qëllim të keq. Ajo edhe ty të ka mbrojt. Jo, bab, nuk është puna këtu të mbrojtja ndaj Nikut ose ndaj meje. Unë po flas për parimet se ti gjithmoni ke folën këtë shtëpi. Anita, kjo që ka ndodhë sot, nuk duhet mu kuptu si diçka që rëzën parimet për cilat kom folë. Ndështë aty të ka ndodhë një gabim. Po, kjo nuk do të thotë ti ndodhë edhe Nikut. Bujari e futi besën mbrenda pikrisht që mos ta lë Nikun të gaboj. Mirë, kuptova. Faleminderit që ma kujton gabimin tim. Qa bën Ben? Shemre, punove ti? Jo. A nuk punove ti sot, Jo, bre. Ta kishin bathirë me në nëshkru kontratën, edhe thana lajmërojnë javën që vjen. Ti pse teve ka qenë? Kaj tipi që ju ka tërsnu fisit për atë armën. Edhe? Po fisi ka shku të shpia. Mile. E që ka ndodhi? Kërkoj ke mua hakmara, qka? Jo. Tipi kesh histori interesante. Në fakt kërkoj ke punë. S'po të kuptoj. Erdha tje të unë të puna jame, kërkoj falje dhe pa qef me pi kafe me mu. Kaq. Kërkoj falje? Ajo shet ke shumë mangopi madhe, bur. Interesant. Edhe mu e fisit prom nga kërkoj falje. Edhe foli fjallë të mira për ty. Kesh 10 vjetë rrugve. Për nejse, me dhe vetë diqka të ashtem këtë punën e re që ke hy. Qëfar titulli merë? Kujtë, qka është kjo pyetje pa lidhje? Ti e din që jam master për shkenca juridike. E di, po menova që tash e bën punën e avokat. Ja ki fut katë që tash si visi. Për me kry punën e avokatit, mas pak ti 6 muaj duhet praktik. Plus duhet me mbrojt në fund diplomën. Po atë fol lekajt. E pse vete? Menova që tash e bën punën e avokatit. Po mirë të tregom që ka ndodhë. O një shok, në fakt njonin që e kom njoft në luft. Pivy një avokat. Hape derën, Anit. Shko, mam, lutem. Hape derën të bisedojmë. Mam, lutem, nuk kem çka flasim, kam nevojë për pushim. Anita, qele derën. Fol, mam. Më falë, Anit. Nuk e fsheha Nikun ashtu si po mendon ti. Deshta të mos e krijoj edhe një shqetësim familje. Në rregull, mam. Rregull është. Më të lutem, shko se sinqerisht nuk jam për bisedë. Kam nevojë me pushu. Jo, Anit. Rasti i Nikut nuk ka asgjë të përbashkët me rastin tënd. Ule. Unë nuk dua, si që tha dhe babe, me dështu Nikun lidhje. Kur? Ajo që thash poshtë ka të bëj me mua, vetë me mua. Nuk e di si s'keni pas mundësies, më ndihmu bile moralisht. Po tash e ndjej vetën si të pric. Nuk je ti për zemër. Atë ditë kur ke ardhur në zyrë, unë jam mundu me kuptu situatën tënde. Më ke thonë e du. Të nesërmen u ktheve dhe the se ajo lidhje nuk do të bëhet. Mam, ajo është martu në Zvicër me një femën për letra, kupto ti? A mendon se unë muj me kalu jetën me një mashkull që është nën kunore një femre? Jo, bre, mam. Po më vjen shumë keq. Unë nuk jam avokat. Këtu kërkohet një avokat me eksperiencë. Jo, bre, burr. Nuk ka nevojë më kon advokat me emën ashtu që pe bën ti.
njeri ka pare, edhe gruaja vet I pranon krejt kushtet që pia ofron Gjimi. Prej teje kërkohet vetëm me shkru kësi letra, s'po di, formulara që në ata. Bashkë se kjo familje është e kombën, edhe pse qifti ka pare, këtu duhet me konë një avokat shumë profesionist. Kujtim, të lutna. Mirë bena ka që si avokati që fare po thuti. Po mërë, avokat ka sa dush. Mirë dhe mere ekipin takoje me dikan që ja vlen edhe krynë këtë punë. Okay. Pse me po ki frikë? Unë jom po të regoj shumë thjesht. Nuk është rasti ndërlikum që shje ka e bën ti. Ti po më dogo t'je kam sfidan mu. Nuk është punë frike këtu. Unë nuk kam diplom për avokat. As licencë. Plus nuk e një drejtën civile. Diploma, licenca, çështja civile. As njona nuk hyn punë në rastin e Gjimit të burr. Thjesht njeri ka pare edhe po don me bëni kryevepër të vogël duke I la gjinoat e veta. Hajde të shkojmë, ta takojmë njerin edhe kime pa që I ka më konë kejtë formalitet. Ragip, shko tash njeri që 100 herë po të regon që nuk është I thirrën për me bë këtë punë që po kërkon ti. Kujtim, të lutem, është rasti më I madh në jetën teme për me bona I pare. Me marrë një advokat, çfarë po thot ky Beni, shoku jet, atëherë çka më jet mua? Thjesht të shkojmë edhe takohemi me tipin nëse I pëlqen kryet kjo punë. Mirë bre, kush është ky Gjimi? Askush jo kujt, askushi. Thjesht njeri ka bo milionat me dallavera. Edhe pasurin që e ka, pa djerës dën me fal let. Veç ta dini se edhe ju mëni me fitu pi kësaj punë. Ti po më doget, nuk je ka kupton. Unë nuk mu je bëj këtë punë edhe më dhonë miliona. Kujtim, të lutem, nuk kam asnjë adres tjetër ku muj më drejtu. O jo, kot je ka I lutësh kujtimit. Kujtimi nuk më thot me bo diçka që se kish bo vetë. Ben, ky Ragipi edhe në luft ka qenë dallovergji. Ne shit ki ka 5 marka një cigare. E na hajshim livore drunit për me mbjetu. O kujt luft o kon ajo. Ai që e pin cigaren edhe 100 euro e pagun veç me janit timin. Po dhe po, profiteri I luftës I kanë. Ben, jeta në mësën. Çdo ditë mësojmë për jetës. Unë kam 12 vjetë që e bëj këtë punë rrugëve. Për herë të parë, dje ju kom kërcnu njonit. Që me lanë shukun tem qetë. Krejtve ju ka ardhë keq për mu. Krejt jenë solidarizu me mu. Po për herë të parë, dje njeri më thanë ftyrë. Boll mo se kjo nuk është punë për ty. Shu që mere rastin dorë. Unë e kam besim të ti që I del në krye kësaj pune. Ma mirë si 100 avokat tjerë. Se ky Ragipit, për këto të tregova, ky dallovergji o kanë gjithë. Edhe ai që po kërkon me mbrojt ti, edhe ai është si ky. Ato miliona sigurisht I ka fitu në kurriz ne luftetarve. Mirë kujtë. Po ndrona pak. Ej, çka po vesh? Na? Thash vishu me kështu kravata, qa janë ato hapden. Ka drejt baba jëtë. A I donë jo ma shumë se çdo prind tjetër. Nan, nuk mundë më I thonë babës Nikut që baba jam nuk jeton më me neve. Qika jeme, ajo që ka ndodhë me Smeje dhe ti, nuk duhet me pas pasojat e këti. Palnik, nan, gjithë shka që keni bëj ju, ka lidhje me mu. Apo shënë çfarë situate janë? Besa, ti nuk I nevoj me fajsu nanën tonë. Kjo s'ka faj. Nuk po fajsoj, Nik. Veç përdu që dëshira prindve tu më realizu. S'pëdu mi a pranun vetës, po kam qef më taku prind tanë. Edhe kanë mu taku. Po që bo marrë këtë? Mua me vjen mirë që Besa dhe ti këtë lidhje e keni nga vullneti. Nga dëshira me qenë bashku. Tjera të rregullohen. Nan, a kish bo më taku ti me nanën e Nikut? Besa, që sa herët të thash, nuk është të thonë që na tash me marrë bekimin e prindve për me qenë bashkë. Se qysh I kom thonë babës tonë, me apo pa miratimin e ti, që ashtu I thom edhe temit. Edhe të marrë qenë shpej, se kom problem këtë punë. Jo, mos u ngot, Nik.
Unë po du me gjetë një mënyrë që munda krejt knaqëve. Ai tipi po do marrë më të lypë si pas kanunit. Apo kupton, si pas traditës. Baba ytë se ka miratu këtë lidhje. Kështu që duhet me pa dhe anën tjetër të kësaj pune. Edhe sikur mos t'isha nda unë me te, ai nuk t'kishtë dhonë për Nikun. Këtë s'është fundi i botës. Ka raste edhe me të rënda. Mam, t'lutem, lira ma dhome, t'lutem. Anit, na ta kemi falë. Po nuk me duhet falja, mam. Pse falje? Unë kam nevoj me më kuptu dikush. Unë kam nevoj se lidhja ime me u trajtu normal, kaq. Unë muj me të kërku falje për ikjen time pa ju të regu, por jo për dështimin, kur nuk kërkoj falje. Tregëm qika jeme, atë djalin qëndësore prej burgut. Po, qka? Ti the se ke qenë atë natë në dhomë të, më ka ardhë keq me të pytë më shumë. Mam, para se marrë ti në zyre, ju më shku në banesën e ti dhe ja kom të regu të gjitha. Do më thonë në mesjush pas ka disa shenja, mund të më tregosh. Po s'kam që ka të regoj, bre, mam. E vetëmi e vërtet është se ati i kam pëlqy unë, kaq. Ndoshta ai djalë mund të jetë interesum. T'lutem. T'lutem, mam, lira ma dhomen. Me sigurin veten, a i faksionohet pas paraqitjes. Edhe rrujo provokimeve. Mi mirë dhe të mundona. Vëli me kompetencë. S'ta rrujna. Zoja Shqipe, më vjen mirë që ju takova. Mu më duhet me shku. Po, pse s'porini ndarkë? Faleminderit. Po shkojnë musha m'ja zbut zemrën ati kanongjis tem pak. Nik, merë mirë që u takua dhe ju dëshiroj çdo të mirë në jetë. Shumë faleminderit. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Dëgjojmë pak. Nuk është edhe aq i keq që shë ka bërë Gjimi. Faleminderit, ma. Disa herë kam dashur me të pyet. Ç'është jeni aftu me babën? Histori e gjatë bia ime. Edhe na kemi qenë tri si ti me Nikun. Po çka ti bësh? Gjanat ndryshuan ma vonë. Man, baba më tha që për herë të parë të ka taku ditën e martesës. A i të tha kështu? Po, Po, ashtu o kanë. nuk di çka dashti me thonë, veç se tha që nuk e ka pas guximin e Nikut me shku te baba i një vajzës tjetër. Se kuptova. Po, qa po duhet kjo informati? Ajo është baba ytë, Besa. Nan, nuk jenë vete. Nuk di që po munesh me mbrojt mas gjithë këtë në gjana. E dashura e ti ka qenë nga një familje e ndjekur nga pushteti atëhershëm. Baba i saj me familje është detyrum me iki jashtë. Ky s'ka mujt me shku. Edhe baba i Gjimit, për me ndalë fjallët, është ardhëm kafeju mu për te.
Ty të kanë gjahë. Deri djetha ishe vajza më kanë gja mu, e Niku ty. Sot po del që vajza pas kanë gja mu, a? Po, lule ty të kanë gjahë. Ndryshe nuk ishte ik nga shtëpia. Tash edhe në fajson një. Kur nuk ndale të ma përmend që kam ik nga shtëpia. O mirë mes me pa ik. Kështu çfarë të mike bo? Ta fëmijën edhe tut bujar. Veti ke lazdru. Tani jetën e kom kalu të punu për këtë shtëpi e tash po dërë mu të regu burë. Kam ik nga shtëpia se kam qenë e re. Kam ik për ty. Edhe ju kom besu dokrave tua prej artisti. 10 vjet më i vjetër se unë e je. A i këtu e ka zyren, Jo, apo? këtu banan, ben. Këtu banan? Qysh, na po shkojnë në dhumë tina? Po kjo është shumë palidhje. O ben, a i këtu e ka dhomën, këtu e ka zyren, këtu banan, këtu krejt. Hajde burë shkojmë folëm. Jam ka hinë malë pasakica helikoft. Arben, Hona, si je? mirë, faleminderit, ti si e? Mirë. Rake, më falë, du të nga bëjtë pak. Pa. Që e ka bënë këtu? Po, mu këtu më kanë vendus deri sa të ma gjej një banes. Po, ti këtu? Na, unë jam me punë. Me punë. Shumë mirë të pas kanë vendosë në hotel. Me punë të që e këtu? Po, si që din, unë jam avokat. është një palë e vendosë në këtu. Me palë. Po, nuk është që është po mendan ti. Falë, që është mja shviku. Këtu është një burë i cili sa po është ndalë nga gruja. Edhe banën këtu. Mirë. Nuk i kam besona? Jo, po të besoj. O ben, hajde më më. Po të rasin. Po. Merë mirë që të poshë. Gjithashtu. Hajde, shijemi. Shijemi. Shef, ta këmë gjithë advokatin më të mirë në Kosovë, Arben Alej. Përshëndetje. Përshëndetje. Ragip, je lira, a? Në të shkash. Shihemi, shef. Shihemi. Urdhëroni ullëni. Falenderit. Në të shkash. Mirë. Po fillojmë prej punës. Po. Për çka jeni me pi, zotri Alej? Faleminderit, nuk po mëj. Si do doni? Ju jeni nga këtu, nga Prishtina. Po. Po ne këtu në Prishtinë jetoj. Më falni, më duhen dhonat e juve. Emri mbi emri këtu. Ju se duhet jeni avokat shumë i mirë? Ose nuk merrni vesh fare nga avokatura? Unë jam student i notës 9.5 në drejtën penale. Ndërsa, kam qenë me dhejtëshe në drejtën civile. Nuk e di çka është avokat për ty. Po nëse nisem nga një vlerësim kaq i lartë, atëherë më duhet t'ju kundërshtoj. E mua, zakonisht, nuk me kundërshtoj. E mua zakonisht me kundërshtojnë sa herë që gaboj. Do me thonë, unë duhet të pranoj gabimin, apo? Profesionalisht, asnjëherë nuk i këshillojmë palën tonë që ta pranojnë gabimin e tyre. Privatisht, mendoj që avokati ka të drejtë ta di gabimin e palës së tij. Do me thënë, ma leni mua në dorë të vendos unë vetë, apo jo? Askush nuk e di më mirë se sa ti të vërtetën. Atëherë, a jeni avokat ju, a jo?
Më është thënë që kërkoni një të tillë. Prandaj jam edhe këtu. Me siguri ju ka thënë që çështja ime është shumë e lehtë, apo? Po. Rakipi më tha ashtu. Nuk është ashtu. Më fal? Më falni, zotëri avokat. Nëse nuk e njihni Lamin mirë, ju kisha lutur që të shkoni. Nëse nuk ju pëlqej, ose nëse nuk keni parë me pagu, ose nëse nuk më besoni, unë mund të shkoj. Por zoti Gjimi, unë jam avokat i mirë. Këtë dëshmojnë notët e mia për të cilat ju fola më herët. Sa lëndë keni fituar deri tash ju? Dëgjoni zoti Gjimi. Mua më ka lut një shok jam i shumë i ngushtë që të vi këtu te ti. Madje ka kërkuar që të mos merrem me asnjë lëndë tjetër derisa të shqeshtja jote. Nëse ju duhet informacion shtesë rreth meje, pyetni odën e avokatëve të Kosovës. Me sa di unë, ti ke qenë një reun tanë me kërku ndihmën time dhe jo unë te ti. Ditën e mirë. Ndal. Më shumë hum gruaja apo burri kur prishet martesa. Asnjëri as tjetri. Hum një i tretë e fiton avokati. Ju do ta bëni divorcin tim.